jo, shumë hipokrizi, prandaj thash mos e hap si temë. Mos e hap si temë. Në fytyrë ke thënë gjë tjetër, e tani nxjerr moshën, diferencën e moshës. Po çfarë ishte kjo? Ju pyeta dhe thatë ishte një njohje tentativë për të njohur misisht. Jo misisht, nuk tham gjë misisht. Misisht thatë. Nuk thash misisht, jo as pak. Unë thash ishte njohje tentativë dhe ndaloj. Kur shikon që këtu nuk vazhdohet, ndalohet. Qa problemi ka këtu? Qa problemi ka këtu? Po ti këtë njohjen, nuk ishte loj. Nuk ishte misisht, nuk e thash misisht, a je tha me shaka misisht, dhe kur e pyete herën, nuk e tham të dy, unë nuk thash misisht. Nuk thash unë misisht, ta Aldo misisht me shaka. Kur e pyete herën e dytë, tha jo, nuk ishte. Po se ishte dukshëm që nuk ishte misisht, do ishte budallaj, po thanim që ishte misore. Problemi këtu ishte gjykimi i moshës. Gjykimi moshës ishte problemi se ti në fytyrë mua më thua që është shumë okej. Po ta them prapë më the. Moj ta them prapë, moj dukeni okej, po gjithsesi ti je vogël. Duket gjykimi. Nuk ka rëndësi, nëse kush e gjykon moshën? Kush e gjykon? Po pikërisht atëherë, ku ishte problemi i moshës këtu? Ku qëndron problemi i moshës se ti thua po luan me një vajzë 21 vjeçare? Automatikisht ti mua më ul këtu, se nuk jam budallaqe këtu. Nuk e lidhje ti këtu, që të kuptosh një gjë. U përmenda unë. Djali sa erdhi me zën, më ka bërë etiketime dhe unë kur nuk jam kthyer. I ka kthyer vetë përgjigje. Atë po përpiqem të bëj. Po mos më fut mua në këtë mes.